Në bibliotekën e qytetit të Gostivarit u shënuan 23 prilli, dita botërore e librit, ku për dallim nga përvjetoret e mëhershme, këtë vit biblioteka u vizitua nga kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani. Limani në këtë takim me drejtuesit e bibliotekës theksuan se fokusi për librin ka shënuar ndryshime ndër vite. Megjithse lexuesi është shumë besnik dhe vazhdimisht biblioteka e Gostivarit është përplot me lexues të rinj. Me këtë rast u paralajmërua se së shpejti bibliotekës do t'i shtohet një hapësirë e veçantë, e cila do të shërbej për leximore, investim të cilin do ta realizojë komuna e Gostivarit. Sot dita botërore e librit, erdhëm këtu për ta vizituar bibliotekën e qytetit. Deri tani kemi pasur një bashkëpunim të shkëlqyer me këtë institucion dhe me drejtoreshën. Besoj që ky bashkëpunim do të vazhdojë edhe më të qet. Erdhëm vizituam gjithashtu një iniciativë edhe nga ana e institucionit, por edhe me vullnetin ton që shohim të fillojmë renovimin e një hapësire e cila do të mund të shfrytëzohet si leximore. Komuna me ato kapacitetet që ka do të mundohet që të ndihmojë për të realizuar kjo ide. Mesazhi i kësaj dite është që të fillojmë në fakt të lexojmë sa më tepër, sepse shohim se kohëve të fundit leximi si dhe zhvillimi në këtë drejtim është i mangët në shoqërinë tonë dhe besojmë se me lexim do të përmirësohet edhe shoqëria, por edhe edukata qysh në moshën fëmijërore deri në moshën madhore. Kryetari Limani tha se ai vetë është antar pranë bibliotekës dhe lexon libra nga më të ndryshmit kur ka kohë të lirë. Unë jam antar i bibliotekës, edhe unë, edhe vajza ime dhe lexojmë, mundohemi edhe ta kultivojmë edhe në shtëpiat kulturë. Biblioteka funksionon pranë qendrës për kulturë, ndërsa drejtoresha Faria Adili konfirmon se interesimi është jashtëzakonisht i madh për librat në përgjithësi prej lexuesve të rinj, të moshave të vogla deri te studentët. Me rinovimin dhe hapësirat e reja të saj, numri i lexuesve është rritur për 40% dhe aktualisht ka 1800 lexues aktiv. Prej tyre më i vogli është vetëm 2 vjeçar, kurse më i moshuari 84 vjeçar. Dita ditës rritet numri i lexuesve. Interesimi i qytetarëve është më i madh. Fondi i librave është mbi 80.000 me 40.000 tituj. Antari i bibliotekës më i ri është 2 vjeçar, ndërsa më i vjetri 84 vjeçar. Kështu që shpresojmë që të ketë më shumë aktivitete, të kemi hapësirë për leximore dhe i ftoj të gjithë qytetarët që të bëjnë pjesë e bibliotekës së qytetit. Nga të dhënat e bibliotekës, aty ka rreth 40.000 tituj me fond prej 80.000 librash në shqip, maqedonisht, turqisht dhe anglisht, nga të gjitha zhanret. Po ashtu përmes faqes online kobisplus.mk, aty mund të shihen tituj dhe të bëhen rezervimet e librave, ndërsa antarësia për një vit kushton vetëm 200 denar. Ndryshe, më 15 nëntor 1995, UNESCO shpalli 23 prillin ditën botërore të librit. Kjo pasi u morën në konsiderat faktet se libri historikisht ka qenë instrumenti më i fuqishëm i shpërndarjes së njohurive, si dhe mjeti më efikas për ruajtjen e tyre.